Përshëndetje të nderuar miq, jemi në një periudhë që shumë kush nga ju kontabilistët po merren me mbylljen e bilancit të vitit 2025, por të gjithë përdoruesit e programit Loj tashmë e kanë mbyllur bilancin e vitit 2025 dhe kanë filluar edhe me çeljen e bilancit për vitin ushtarimor 2026. Sigurisht që çelja, veprimi i çeljes në programin Loj dhe jo vetëm veprimi i çeljes, por edhe shumë veprime të tjera, është një risi dhe karakteristike veçantë për ndryshe nga të gjithë programet tjera dhe siç e dini programi e Loj ofron me një klik të vetëm regjistrimin e të gjitha veprimeve që kanë të bëjnë me çeljen, koston e mallaqitura, mbylljen e shpenzimeve të ardhurave të tjera. Siç e shikoni, gjendja e linqeve në programet, pra në programin ton, pra nuk kemi bërë asnjë regjistrim dhe çdo gjë është 00, pra nuk kemi kryer asnjë lloj veprimi kontabël. Do t'ju demonstroj edhe një herë veprimin e çeljes. Një veprim që kryhet tek ditari i veprimeve të ndryshme, siç e shikoni është artikulli numër 1. Tek qeliza me ngjyrë të kuqe kemi vlerën 0. Ne mjaftojmë me një klik këtë vlerë ta bëjmë 1, t'i japim enter dhe ju do të shikoni veprimet pafund që bëhen në kalkulimin e të dhënave nga ditari i veprimeve të ndryshme, në fletë kontabilizimi, në librin e madh, bilancë deri te llogaritja e amortizimit për pjesën takuese të çeljes. Japim enter dhe që shikoni të gjitha të dhënat kanë ardhur në artikullin e parë, pra në çelje, po kështu. Po t'i hedhim në sy tabelës së linjave në fillim, siç ishin të gjitha 00, kemi amortizimin, kanë marrë shifrat, pra shifrat kanë vajtur deri tek amortizimi, ditari i veprimeve të ndryshme, fletë kontabilizimi, libri i madh, bilanci, që është bilanci verifikues dhe bilanci përfundimtar, dhe vlerat aktive pasive që ne i mbajmë nën kontroll gjithnjë për të kontrolluar veprimet. Pra, një klik i vetëm dhe janë me qindra shifra që janë pozicionuar në vendet e duhura, në llogaritë e duhura. Në ndiqjen e videot e radhës do të shpjegojmë edhe mundësinë që programi Loj ofron për paradhëniet që jepen apo paradhëniet që merren, për kurset e këmbimit, pasyrat e inventareve e tjera risi, në ndiqjen e videot e ardhshme.